Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi takon Allahut, paqja qoftë mbi dërguarin Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar. Zoti tha në Kur'an: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat, qetësohen shpirtat. Prandaj, o njeri, sa herë që ti e përmend, sa herë që ti e lexon Kur'anin, sa herë që ti e fal namazin, sa herë që ti thu me zemër me shpirt Allah, sa herë ti pra e bën dhikrin, përmendjen e Allahut, wa dhikrullahil akbar, dhe përmendja e Zotit është gjëja më kulmore, më madhore, shpirti yt qetësohet. Dhe çdo qelizë e trupit tënd, dhe çdo pjesë e trupit tënd gjen qetësi dhe akomoditet. Pra akomodohet dhe gjen prehje. Pra kthehet në burim, kthehet në bazë. Dhe kthimi në bazë është kthimi tek Zoti yt. Pra kthehu tek Zoti yt. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu pra në turmën e robërve të tu, në turmën e xhenetlive, hyn në turmën e atyre që janë pra nefsul mutmaina, shpirtat të bindur plotësisht në Allahun te barekoteala. Ata besimtarë pra që bëjnë vepra të mira, ata besimtarë që thrasin ditën dhe natën njerëzit për të adhuruar Allahun si një të vetëm dhe të pashok. Jo për të adhuruar njerëzit, e statujat, e idhujt, po për të adhuruar vetëm një Allah, si një të vetëm dhe të pashok. Të adhurojnë Allahun, por të jenë modest, jo arrogant, jo përçarës, jo mizor, por të dashur dhe të respektueshëm. Prandaj edhe namazi, edhe dhikri që ne bëjmë, se vetë namazi është dhikër, është miraxh, është udhëtimi i besimtarit, është për me e bë njeriu të urtë, sakin, të qetë, jo arrogant, jo mizor, jo paragjikues, jo denigrues, jo poshtrues, por të dashtun e bën të afër me njerëzit. Me i pa me sy të rahmetit edhe ata të tjerët që nuk dinë, për më munduam me mësue me fjalën e mirë, me dashuri dhe me fisnikëri dhe me drejtësi. Allahu na bëft për atyre që e madhrojnë Zotin me ngjesë dhe mbrëmje. Selam aleikum.